të gjitha janë në diskutim për kuvendin e përgjithshëm, natyrisht do tërheqja. E kam obligim moral, e kam obligim politik të sjelljes sime që të marr jo vetëm përgjegjësinë, por të marr dhe shtroj tutje dhe organizimin politik të LDK-s nëpërmjet ofrimit tek kuvendi i LDK-s së dorëheqjes si me sekretari i LDK-s, e më pas kuvendi i LDK-s le të vendos nëpërmjet votës se a pranon apo nuk e pranon këtë dorëheqje.